Përshëndetje, ku jemi këtu me përshkrimin e datës 23 prill të 2025. Me qënë se ka të bëjnë shumë çështjet që lidhen me karrierën, lidhen me vendimet që juve merrni, por nga ndonjëra anë mund të keni çështje të pazgjidhura, por në anën tjetër jeni në kohën tuaj më të mirë të mundshme. Arsyeja, sepse kjo periudhë vërtet duket se ka të bëjnë shumë me anën ekonomike, ka të bëjnë shumë me vendimet që juve merrni në anën tuaj më të mirë, por gjithsesi është një periudhë mjaft pozitive në çështjet e ekonomisë. Shenjat që ndikojnë shumë ka të bëjnë me anën ekonomike e financiare, sepse kjo periudhë është më e mira e mundshme në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit tuaj dhe jo vetëm. Meqenëse se juve keni pasur shumë probleme, shumë ndryshime dhe vendime në këtë aspekt, vjen një moment tani në këtë periudhë që edhe si kohë, edhe si moment ka të bëjnë shumë me karrierën tuaj, ka të bëjnë shumë me ndryshimet që do të keni. Por duhet bëni kujdes, shenjat e ujit janë më të vëmendshme, siç janë gaforet, siç janë peshqit, ku në njëra anë mund të diktojnë, rregullojnë gjërat e tyre, por në anën tjetër ndryshojnë taktin e tyre. Por gjithsesi, kjo periudhë tani për tani ka të bëjnë me punën, sepse peshqit, akrepët, gaforja edhe diçit të tretë lidhen shumë me ekonominë. Por gjithsesi, edhe pse juve jeni në dilemë për sa i përket çështjeve madhore, financiare, ekonomike, mund të them që tani për tani bëni pa kujdes, mos u nxitoni në vendimet që juve merrni, sepse ndryshe e mendoni, ndryshe veproni. Nuk është për fajin tuaj, por lidhjet afatgjat. Lidhjet afatgjat kanë bëjnë shumë me karrierën dhe kjo ka një kuptim në fushën e biznesit, në fushën e takimeve që juve bëni nga ndonjëherë, por tani për tani mund të themi që edhe pse gjërat mund të jenë në vështirësi, por jo të pakalueshme. Çështjet që kanë bëjnë me fushën e biznesit, në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të mëdha që do vinë, për disa shenja mund të jetë pak a shumë mund të humbasin nëse kanë pasur probleme me ligjin, por mund të kenë dhe shtyrje. Kurse në çështjet që lidhen me anën ekonomike financiare, disa biznesi që ata kanë, është koha e tyre. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën tjetër, sepse do dini shumë mirë çfarë do të bëni. Por është pak e losme kjo ditë në këtë drejtim. Shenjat që kanë një përfitim në këtë drejtim, përveç shenjave të ujit, kanë një ndikim shumë mirë ata që kanë pasur një njohje ose shkëputur ose lidhjet me shkëputje që kanë të bëjnë në këtë drejtim në fushën e dashurisë. Por para se të fillojmë parashkrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për juve që doni parashkrime të detajuara, kemi pikërisht këtë faqen këtu, e klikoni, zgjidhni paketën tuaj dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numri përkatës të blerjes së paketës, shkoni tek sekretaria, është ajo e Google-as, shkoni aty dhe vendosni të dhënat dhe më pas mund të dërgoni mesazhin nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it për folur bashkë për zgjidhur problemin. Nëse ju intereson, nëse nuk ju interesojnë të paketa, atëherë mund të flasim përsëri për zgjidhur ose për gjetur një zgjidhje në këto drejtime. Në çështjet që lidhen me parashkrimet online, ne kemi një buton tjetër që juve mund të abonoheni, nuk besoj se ju kuston gjë ky buton, por na ndihmon që ta shikojnë sa më shumë njerëz, të dërgojnë mesazhe në kohë që jemi live, nuk është e nevojshme me një mesazh të paguajmë para, sepse një mesazh në kohë që keni bërë pjesë e videove, mund t'ua dërgojmë në kohë që jemi live, mund t'ua dërgojmë dhe t'ua japim live
pashi një pyetje për pashkimin që do kërkoni dhe si të shkoni atje mund të ndiqni videon dhe më pas më dërgoni mesazhin. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqenëse dashët duket se kanë një periudhë mjaft të mirë, tani në këtë periudhë, edhe pse kanë pasur probleme nga më të ndryshmet, por kanë ditur t'ja kalojnë me lehtësi gjërave të tyre. Sepse çfarë ndodh në këtë ditë kaq të rëndësishme? Dielli të datës 23, dielli nga Demi vjen me një katror, me një katërkëndësh me Plutonin në ujor dhe duke referuar ndikimeve dhe ndryshimeve të mëdha, duket se kërkohet vëmendje. Ajo çka të bëjnë marrëdhëniet në lidhje me punën, në lidhje me karrierën. Kjo ndikohet shumë tek shenjat fikse, siç është Demi, Luani, Akrepi, Ujori dhe të ditëlindjes të ditëlindjes të parë ose të që kanë planetin në këto shenja. Por gjithsesi, kjo është një periudhë që vërtet ndryshe mendoni, ndryshe veproni, por në anën tjetër është momenti dhe koha ku juve do të keni mundësinë e zgjidhjeve të konflikteve të vjetra. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Ujor dhe me Akrep duket të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, kjo është shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, duket se kjo periudhë, meqense tani në anën e pozicionimit të planeteve edhe kohës së duhur, duket se edhe pse keni pasur disa çështje të pazgjidhura më përpara, duket se tani është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme, është momenti i duhur për të parë çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Ujor dhe me Peshorët duket të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me ekonominë, lidhje me vazhdimsi, lidhje me korrektësinë, por gjithsesi bëni pa kujdes mos u nxitoni në vendime që do të merrni. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me britsaptë dhe ditëlindjet të parë dhe me dash duket të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës që është Gaforja. Gaforët dashura, nëse keni mundësinë ose ju jepet mundësia, zgjidhni disa probleme të së shkuarës. Lidhet me ekonominë dhe stabilizimin e saj, lidhet me karrierën dhe vendimin që mund të merrni, lidhet me shumë gjëra të tjera. Por kjo periudhë është një periudhë stabilizimi, një periudhë ekonomike ku do të marrë zgjidhje problemi juaj, sepse kjo periudhë është më e mira e mundshme. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë me Ujor dhe me Binjak duket të mbara, edhe pse disa probleme që keni pasur me Binjak do t'i zgjidhni pikërisht tani në këtë periudhë, sepse është periudha juaj, sepse dini shumë mirë të stabilizoni gjërat aty ku doni. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Luani. Për sa përket luanëve, luanët duket se kjo periudhë, edhe pse keni pasur keq kuptime, edhe pse keni pasur disa gjëra që nuk janë zgjidhur më përpara, për 1000 arsye, por vjen një moment tani që juve e zgjidhni dhe kjo është koha juaj mbi zhvillimet dhe ndryshimet e reja që do keni tani e tutje, sepse kjo periudhë është e mirë, jo se ka diçka që nuk zgjidhet ose ka diçka që për juve mund të jetë problem, unë them që kjo është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me anën ekonomike dhe financat që juve keni dhe doni t'i stabilizoni. Megjithse, kjo periudhë është e juaja dhe këtë ju garantoj, sepse është koha më e mirë e mundshme për luanët. Në çështje shpirtërore,
një ndarje që keni pasur me dash të rediqit të dytë, duket se realizohet dhe shkoni në altar në këtë drejtim. Vijojmë të shenja radhës, që është Virgjëresha. Për sa i përket Virgjëreshës, duket se Virgjëresha tani në këtë periudhë janë pak në dilemë, se nuk din nëse duan të referohen të së shkuarës në lidhje me një pajtim rroge, por nuk pajtojnë kollaj, sepse kanë bërë shumë dhe nuk përfitojnë atë që duhet, dhe e kanë kuptuar. Dhe në bazë të kuptimit dhe të ndryshimit që kanë bënë, e thonë që kjo është kaq dhe kjo vlerësohet. Por vlerësimi është tjetër gjë, sepse ka të bëjë me ekonomi, ka të bëjë me stabilizimin, ka të bëjë me korreksin, ka të bëjë edhe me vendimin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të dediqit të parë dhe me ujor të dediqit të tretë, duket se gjërat janë fantastike dhe janë pozitive në këtë aspekt. Meqenëse është një periudhë mjaft e mirë e tepër pozitive. Kujdes mos u nditoni, kujdes mos veproni në gjërat që duan që të niset diçka ose të përfitoni nga kjo gjë, sepse koha tregon që juve jeni me fat dhe keni të gjitha mundësitë që do t'i zgjidhni në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës që është Peshorja. Peshorja dashura, sado që mundimi bëhet, të tjerë ju vlerësojnë për atë që jeni, por juve në njëra anë keni momentin edhe kohën e duhur për zgjidhur problematika të ndryshme, por në anën tjetër, sado që juve i keni mundësit, por nuk është koha mbase të zgjidhni disa probleme të pazgjidhshme më përpara. Kjo periudhë bën që juve të jeni shumë korrekt me të tretët, por të tretët nuk janë me juve. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që peshorët gjithmonë duhet të marrin një vendim, çfarë do të bëjmë me të ardhmen e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me dash, është ana pozitive. Jeni gati të përgjigjen të shkoni në altar? Kjo është çështja. U them po, e keni mundësinë dhe mund ta sillni me siguri një gjë të tillë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Akrepi. Akrep të dashur, nëse keni mundësinë për të zgjidhur një problem që rendi shumë kohë ose keni pasur gjëra që nuk i zgjidhni më përpara për një arsye apo për tjetrën, vjen një moment tani që gjërat jenë pozitive në fushën tuaj në karrierë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me luan dhe me dem duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Shijetari. Për shqiptarët duket se është pikërisht periudha e duhur mbi takimet, vendimet që mund të merrni, sepse kjo periudhë tani për tani ka të bëjë shumë me vendime që mund të merrni dhe çështjet e financave, është një moment shumë mirë dhe tepër pozitiv në ekonomi. Në çështjet që bëjnë me bisedimet dhe me vendimet, është koha juaj dhe momenti më mirë mushëm për stabilizimin. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë Briçapët. Për Briçapët duket se tani sado që të jetë koha e vështirë, por Briçapët di shumë mirë çfarë bëjnë ose ku do të shkojnë. Por është një moment shumë i mirë tani. Në kohën e duhur, në momentin e duhur gjërat zgjidhen sipas dëshirës suaj, por njëkohësisht është momenti më i mirë mushëm mbi takimet, vendimet dhe ndryshimet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me dashje të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë Ujorët. Ujorët të dashur, sado që të tretët ju prishin punë në lidhje me anën ekonomike, apo në punën tuaj se puna lidhet me ekonominë, duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për zgjidhur çdo gjë që doni. Kurse ana tjetër, favorizimet dhe ndikimet dhe pozicionimi planetar që ka të bëjnë mbi punën tuaj, mbi karrierën tuaj, është momenti i duhur në çështjet e ekonomisë dhe të karrierës suaj, sepse një lajm shumë i mirë ose një kontratë shumë e rëndësishme mund të ndodhi, kurse në dashuri me peshorët duhet të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë Peshqit. Për sa përket peshqeve, peshqit kanë disa mundësi, por ato që mund të zgjedhim ne është mundësia ekonomike.
dhe jo vetëm kaq, por është fantastike sepse zgjidhja e problemeve dhe koha e duhur është në momentin tuaj. Dhe disa çështje shumë të rëndësishme financiare do ta zgjidhin problemin tuaj. Është një mundësi shumë e artë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime dhe në periudha të ndryshme, është koha juaj në çështje që lidhen me sado problematike në fushën e dashurisë, jeni të fituar, domos me virgëresh dhe me binjak. Këto ishin pak a shumë përsa i përket pikërisht një date shumë të rëndësishme që është data 23 prill të 2025. Para se të dalim bashkë, faqja roz atje, i klikoni, zgjidhni paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes dhe jeni gati për të dërguar mesazhin për të marrë parashikrimin nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohë që jemi live dhe kërkoni parashikrimin e detajuar, kemi përveç të butonin këtu. Ndiqni videon tuaj duke ndjekur adije, si shikoni, atëherë duke plotësuar të gjitha këto të dhëna, jeni gati për dërguar mesazhin. Unë ju rregulla.